Njëra prej pikave shkruan që udhëhecësi i këtij procesi ose këtij komisioni i bashkët obligohet njoftojë 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian për mos punën apo mos bashkëpunimin apo mos dakordimin apo mos dhënien e informacioneve të njërës apo tjetrës palë. Që në këtë rast Serbia po tenton të largojë këtë pikë nga termat e Firences, sepse ajo po tenton të ikë përgjegjësisë që e ka mbi këtë çështje. Ne natyrisht që nuk do të pajtohemi, nuk jemi pajtuar dhe nuk do të ndodhë një gjë e tillë. Ne do të vazhdojmë presionin tonë të vazhdueshëm bashkë me miqtë tanë ndërkombëtar, qoftë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë Mbretërinë e Bashkuar, e cila ka qenë me ne gjatë këtyre viteve, që Serbia të pranojë patjetër hapjen e arkivave të klasifikuara kryesisht, në të cilat ne pretendojmë që përmban të dhënat për fatin e mbi 1571 personave që ne vazhdojmë i pas të zhdukur. Kur flasim për dokumentet që ne kemi pranuar nga Tribunali i Hagës, ne kemi pranuar me një marrëveshje, po e them kështu konfidente nga Komiteti Ndërkombëtar Komiteti i Kryqit Kuq, të cilat neve si Komision Qytetar Persona të Zhdukur nuk na lejohen as t'i shpërndajmë, as t'i përdorim për zbardhjen e krimeve, në këtë rast për ndjekjen penale të krimeve, na lejohen në fakt në mënyrë të kufizuar vetëm për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. Çdo lloj informacioni që e marrim nga ato 150 gigabajt që i përmendi kushtrimi, por ne do të shërbejnë vetëm për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur. 16 kanë rezultuar pozitive, që do të thotë kanë rezultuar me zgjetje, me mbetje mortore, të cilat pastaj janë dërguar në IML për ekzaminime të mëtyrshme mjekullizore. 15 për këtyre lokacioneve kanë qenë negative, pra nuk kemi pasur zgjetje, dhe në një rast kemi pasur zgjetje me të mirë, për të cilat janë vlerësuar që nuk janë me interes mjekullizor. Për ne prioritare ose me prioritet veçantë mbetet kërkesa për të rikthyer në lokacionin e varrit masiv në Batajnic, pra afër Beogradit, me që sipas gjitha analizave dhe shqyrtimit të thellësishëm, pra të gjitha informatave që kemi pranuar, kemi konkluduar që këtë lokacion vazhdojnë të jenë mbetjet mortore së kufomat e të paktën edhe 58 viktimave të luftës në Kosovë. Danat që po shqyrtojmë prapë na rikthejnë në këto lokacione. Fatkeqësisht edhe gjatë vitit 2025 nuk është që kemi pas ndonjë datë konkrete se kur mund të fillojnë ngërmimet të këto lokacione ose kur mund të vazhdojnë ngërmimet në lokacione të tjera të shënuar në territorin e Serbisë.